هتكت أثارها آي العلق ظلمات الجاهليات غسق هتكت أثارها آي العلق ظلمات الجاهليات غسق هتكت هتكت أثارها آي العلق ظلمات الجاهليات غسق هتكت أثارها آي العلق قام جبريل على باب حراء وتلا الآيات في سمع الأفق أمة القرآن هذا ذكركم منزل في بابح المجد سمق قام جبريل على باب حراء وتلا الآيات في سمع الأفق أمة القرآن هذا ذكركم منزل في غابة المجد سمق يا صباحا بالهدايات فلق وجناحا بالكرامات خفق يا صباحا بالهدايات فلق وجناحا بالكرامات خفق آخ ما أجهل من يهجره هاجر القرآن كالثوب الخالق نعم والله كتاب الله في أضلع الصدر كصخر في الورق آخ ما آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأنعم وأكرم وشرف على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وعظمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد يقول تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم të nderuar prezent, të nderuar ulema, i nderuar i kryetari i Këshillit, të nderuar bashkëpunëtor të kryetarit të Këshillit, të nderuar prezent fëmijë, vëllezër, motër, bi dhe bija. Unë kam ardhur për Slupçanit këtu, qish në fillim duhet t'ju them me nivelin më të ngritur të seriozitetit, se unë nuk kam marrë këtu për të thënë diçka çka ju nuk e dini. Por kam marrë thjesht për të taku me një vend për të thënë një fjalë në të cilën ne jemi të besuar se Allahu do të pajtohet në te, edhe lusim më në fund që ai të na pranon për vepër të mirë atë që do ta themi, edhe inshallah lutja jonë e fundit me siguri do të jetë atë që do të dëgjojmë inshallah ta bëjmë vepër, ta bëjmë pra punë. Sa i përket temës, vëllezrit, aq sa më kanë pyet çka ke me thanë në Dardan kur të vish. Ju kam thënë, ju lutem të mos më ngucni për çështjen e temës, sepse do t'i pyes ata që do të jenë në sallë çka po dojnë me ju thënë. Kështu do ta bëjmë pra. Dikun parafërsisht një 500-600 tema muni me ngrejnë gishtin njeni edhe me thanë këte e do ta bëj më njëherë këtu si ta doni, por unë jam i interesuar për një sen tjetër, jam i interesuar për atë fjallën më modeste, për atë fjallën më të vogël, për atë fjallën që përbahat më me pak shkronja, për atë fjallën që në te ka të thanun mas paku, e që të jetë fjallë e cila ka lënë
në punësimin e fjalës së ndëgjuar, që në rrafshin e zbatimit të dalim me atë që e kemi marrë si fjalë, për ta pajtuar Allahun xhalla xhelalu me vepër, që ti kemi veprën edhe fjalën të njëjtë. Mjeshtria e ulemave dhe mjeshtria e besimtarve, nga ky din, mjeshtria më e madhe është nëse ato arrin që ti kenë fjalët edhe punët të njëjta. Nëse së bashku mundemi me dalë këtu, atëherë na kemi bërë një temë. Nëse këta nuk e kemi arrit, kemi thënë shumë, kanë thënë para meje, do të thojnë mas meje, e kemi thënë vetëm fjalë. Është përshpëritje e shpendëve që mbarojnë qerdhen me një vend e pastaj ndrojnë vendin, bën një qerdhe tjetër. Të dashurët e mi, do t'i them disa fjalë në lidhje me librin në madh, në librin më të famshëm, rreth librit më me nam, që ka zbrit prej qiellit duke filluar dhe duke thënë, në shumicën e rasteve, në përshëtitorët tona të tribunave që i bëjmë ne, në për sofrat e tona që ham ne së bashku me besimtarët, po ndëgjojmë edhe ndoshta ndonjëherë nga goja ulemave duke thënë se Islami është i vetmi din që e ka pranuar Allahu xhalla xhelalu. Të dashurët e mi, nuk është e vërtet se Islami është i vetmi din që e ka pranuar Allahu. Nuk është e vërtet fare. Kjo fjali duhet të përmirësohet, duhet të bëhet ashtu siç duhet të jetë. Është ndryshe pra. Nuk është e vërtet se Islami është dini i vetëm që e ka pranuar Allahu. Është e kundërta e kësaj e vërtet. Islami është dini i vetëm që e ka zbrit Allahu, ne e kemi pranuar. Ai nuk ka zbrit tjetër, sepse po the Islami dini i vetëm të cilin Allahu e ka zbrit. Ne jemi ata që e kemi pranuar. Pra, të vetmit jemi në tokë që e kemi pranuar të vetmin din që e ka zbrit Zoti. Kja është Islami, i zbritur në librin e famshëm, në librin më me nam, i quajtur Kurani Kerim, i zbritur në 14 sure, 120 pjesa, 30 gjuza gjithsejt, 6219 ajete, 73.412 fjalë, 381.121 shkronjë. Kja është Kurani Kerimi, i zbritur në tokë gjithsej 3 herë. Pra i ka vetë këtë 3 zbritje. Kurani Kerimi ka zbrit 3 herë gjithsej. Plot njerëz nga rinia jonë që na ndodhi në 100 vjet të fundit të largohemi prej dinit ton dhe të mos e dim pastaj se si kanë rrjedh sendet. Zbritja ati numër 1, zbritja ati numër 2, zbritja ati numër 3, zbritja e parë është prej Allahut, prej madhnisë ati. Atë ditë që ai urdhon me madhninë e vet, kohën nuk e dim kur, mënyrën nuk e dim si, vendin e dim ku. Ka thënë Allahu madhnia ati që të bëhet, që të thuhet fjala ati e shenjtë e pashtershme, prej madhnisë Allahut ka qenë Leuhi Mahfuzi me këtë fjalë i qëndisur. Bashkë sukur shka qëndis për me ba të pakapshme në të kapshme, sikur shka qëndis qika në spatisk me koprivin e saj. Ka qenë Leuhi Mahfuzi i qëndisur me fjalën e Allahu xhalla xhelalu. Zbritja e parë prej Allahut në Leuhi Mahfuz. Po e hapëm Kurani Kerimin në ajetin e fundit, në xhuzin e fundit, në suratul Buruj, Allahu xhalla xhelalu ka thënë për ta vërtetuar këta, bel huwa Qur'anun Majidun fi Leuhin Mahfuz. Kjo është libri të cilin unë e kam zbrit për s'pari herë në Leuhi Mahfuz. Allahu e din sa kohë, Allahu e din sa kohë, Allahu nuk i duhet sahat, Allahu për Allahun s'ka ora 10, aje për ata është koha e krijuar e ati. Një ditë, një kohë, një moment, një qast, ai kur do urdhënon Xhibrilin alayhis salam, po stjerin më besnik të vahjeve që i ka zbrit prej Allahut, tër të Ademi dhe tër të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ai thot atij që ta mbledh librin e më në madh Kurani Kerimin prej Leuhi Mahfuzit dhe ta zbret zbritje numër ditë atij deri në qiellin e parë të kësaj bote, vendi i quajtur Beitul Izze në gjuhën tonë, shtëpia e madhërisë. Pra ai zbret atij i përcjellun në çdo kënd prej këndëve të hapësirave të pafund, prej qindra, mia, milione rreshta të melajkeve, i përcjellun prej në Leuhi Mahfuz, i nderuar dhe i përcjellun deri në Beitul Izze në qiellin e parë të kësaj bote. Kjo është Kurani Kerimi dhe zbritja e ditë e ati. Zbritja e tretë e këtij libri është prej Beitul Izze, prej shtëpisë së madhërisë në qiellin e parë, me fillim prej datës 610 të erës sonë, pra deri në datën 632 për 22 vjet e disa muaj për 23 vjet me hënë, në zemrën prap përzditi
i qëndisur në zemrën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, rast pas rasti, problem pas problemi, ditë pas dite, orë pas ore, Kur'an pra i Medinës, Kur'an i Mekkës, Kur'an i Medinës, Kur'an i ditës, Kur'an i natës, Kur'an lufte, Kur'an paqe, Kur'an ligji, Islami zbashku a shumbullaksu me rumbullaksimin e këtij libri për 23 vjet, flet gjithsej për 5 boshte këj. Komplet zbret për 5 boshte, për 5 sende. Libri jon është i thjesht, është i qartë, është i kapshëm, është shumë i ndershëm, është i famshëm, është i lehtë. Ai flet për 5 sende këj. Nuk janë shumë sendet që flet Kurani i Kerimi për to. Ato janë gjithsej 5. Numër 1, boshti i parë, boshti numër 1 për të cilën flet ky libër është. Ai flet për lëndën e besimit. Kjo është boshti 1 për të cilin flet Kurani i Kerimi, lënda e besimit. Lënda e besimit është lënda prej të cilës lënd ka rrjedh çdo fjalë rreth këtij dini, sepse këtë punët në këtë din banë për këtë besim. Këtë punët pastaj jashta këtij besimi janë kasht. Këtë punët jashta këtij besimi, qofshin të mira apo jo të mira, mesatare të mira apo shumë të mira, të këqija apo mesatarisht të këqija, shumë të këqija, janë material furre. Këtë komplet janë material furre, sepse Allahu Gjelle Gjelaluhu don, a i ka urdhnu që gjdo send, gjdo lëvizje të bat në bazë të besimit. Gjdo lëvizje njeriut dhe gjdo lëvizje e krijesave jo njeri, me kejt hapsiren që ka bat komplet, edhe me ato planeta në hapsir, edhe me atë yllin që është zbulu në kohën e fundit, që a i njëherë sjellët rreth vetës për 8.000 vjetë. Pra krahasoje me tokën tonë që sillet 24 orë rreth vetës për 8.000 vjet vetëm një herë. Edhe ai sillet në emrin e Allahut duke thënë La ilaha illa Allahu. Edhe ai thot kështu, edhe në këtë emër ai sillet. Atë ditë çka të thot ai emën që ai mos të sillet, atë ditë ai nuk sillet më. Këç çka lëviz në emrin e këtij besimi. Edhe na jemi disa çito, çka jemi disa sa jemi 1 miliard xhim sot e nesër më shumë. Edhe na lëvizmi në emrin e këtij besimi. Pra boshti i parë që ki libër i famshëm fol për te është lënda e besimit. Boshti i dytë që Kurani i Kerimi fol për te është rregullimi i përditshmërisë së besimtarit, duke fillu prej punëve të veta në ditën e sotit, prej punëve të fëmijëve, sjellja e familjes, pastaj sjellja e atij me fshiun, prej fshius pastaj në mahall, prej mahallës në fshat, prej fshatit në komunë, prej komunës në qytet, prej qytetit në popull, prej popullit në shtet, deri te ai i parë që nalt, edhe ai i fundit pra, ai që e sell boshtin e shtetit manal, edhe ai që i fshin rrugët për të ditë Allahu Gjelle Gjelalu ka folën në Kurani Kerim në lëndën e rregullimit të përditshmërisë. Ka thënë, aja që nalt që aja është mirë. Po, për këtë që i fshin rrugët, ka thënë, ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسد ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. Mos me qenë shërbimi i pastërtive të rrugëve me një shtet, krijetarit i vjen bërlloku në hun. Aq nalt ati i bërlloku. E ke pa ai voglin islam sa ka vendin e madh në këtë dinin tonë? Ai që i pastron rrugën sa ka vendin e madh? Nga durët e ati pastaj që rrin të dezinfektuar, për ndryshe të gjithë të infektuar pa ata. Kështu pra, në mes pastrimit edhe krijetarit janë rregullimi i përditshmërisë së shtetit tonë, cillin ne e rregullojmë sipas librit na madh Kurani i Kerimit. Pra përditshmëria është lënda e dytë, është boshti i dytë për të cilin flet Kurani i Kerimi. Boshti i tretë për të cilin flet ky libër. Cili është ai boshti i tretë? Ka thënë boshti i tretë është ana ligjore. Ana ligjore e Kurani i Kerimit. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah. Kush të vjedh burr apo grua pra një dorë, ligj hinori Allahu Gjelle Gjelalu. Tash modernistat ato s'kan qef me nive lakit muhabet. Ata që janë shumë modern. Ati kush janë shumë modern, ti kravata kush i ka. Me di. A keni parë me di kravata? Unë tash e ka njërën se ka me e ka la.
një kështu dhe një në ke ardi. Ata modernistat, ata nuk kanë qef me bisedu vela këta, me ju ndodh ative, me ndodh me një tribun, ku spjegohet se hajni duhet me ju pret dora, ata thojnë për në ka bu që për në arë këto. A jetë e pa këto me qka mirën, me premjën e dorës, ka thënë njeni a që me një vend, me një ujdes, ka në Darul Bejda, ka Casablanca, ka qenë një dietar besimtar të bisedu me një të këtive shumë hipermodern. Pra jo supermodern, ata hipermodern që kanë trunin për mas më të vogël se miskoja. Më të vogël se miskoja, a i ka thanë, jedun bi elfej as gjedin vudiat, ma baluha kutiat fi rub'i dinari. Izzul amanati aglaha, wa dhullu l'khijanati fafhem hikmet, wa arkhasuha fafhem hikmet el bari. Ka thonë, si mundet një dorë, e vuar me 10.000 altan ka 5 lira, e pas ka vlerësu dorën, 10.000 altan ka 5 lira, si mund të prejet për 1 lirë? E vjellën, për 1 lirë të vjellën. E vuar me 10.000 altan ka 5 lira të prejet për 1 lirë, si mundet? Ka thënë, emaneti, madhënia e emanetit të nën islam, është me madhe se 10.5 lira. Madhënia e emanetit, as pak dur janë prej, po shumë pasuri janë rujt. Kja është qëllimi i islamit. Pra, të kaloj ma shpejt. Islami nuk ka thënë vjell të pres dorën. A i ka thënë mos vjell se të pres. Nuk ka thënë urdhno vjell me qëllim që të pres të lan pa dur. Ka thënë mos vjell. Pra një pyetje tash moment. Prezenteve në sallën e kulturës të Dardanës. Kam një pyetje për të gjithë që janë prezent. Çka keni pas me mendu, po ju pyeta unë. A keni me mujt me mendu që unë dë njëherë Molla Jakupi Pislupçani ka me pa dë njëni për juve dë njëherë me një dorë. Njërë në dorë të preme. A ka me ndollë kjo? Pse s'ka me ndollë kjo kur? Kjo s'ka me ndollë kur, se kjo dorë s'ka me ndollë kur me pasurin e ujë. Barat s'ka me ndollë kur. Hic kur as njëherë. Prej këtu, deri në Slupçan, në të majtë dhe në të gjatë, mushe me 5 lira pra, me dollar mushe plot, qërpic, ple, për ate që s'janë të ati. Pra, pse me të prej dora? A më mirë kishe pëlqi që dinarit dyqanit tënë, ti vesh 3 drina, a i keni pa dyqanit e reja, 1 dri poshtë, kaq. 1 dri në mes, kaq, edhe 1 nalë, edhe hekrat këtë 14 mm, edhe pastaj një bravë moderne me një vend me mshelë, vetëm atë bravën moderne. 270.000 shqitore i ka shteti Saudis. 270.000 shqitore. Vetëm kur ka hi zerzelja se ndoshta vellët, se nuk vellët ma pak se në këtë venët, dikun janë 1 milion drina. 1 milion drina ka 10 euro, bëjnë 10 milion euro. Sa euro bëjnë ato? 1 milion drina, 10 milion euro drina. 250.000 kilometra në Gjermani janë prodhu zinxhir. Për me ashti setras këtë kra, në për këtë kra, kastofonit, jaknës aqe, mi bloku ato një sendet këtë me zinxhira. 250.000 kilometra zinxhir. Kejt këta, pse kështu? Pse këta? Pse këtë? Pse mos të vjedhin? A ban me apre hajnit 1 dorë në këtë Gjermani, në këtë Kosovën, 1 dorë në këtë Gjermani, në 70 milion, 81 milion e 400.000 banor, 1 dorë me pre. Pastaj këtë duqanët me nejtë me perë dhe mos me pre kërkush. Jo, zban, se kjo 2.500 lira. Po këtë bojnë 10 televizora, njoni për një natë i vjedh. Njoni me gjithë digetrona i vjedh për një natë. Islami ka thënë, mos vjedh se ta pres, e mos vjedh kur s'ta pres pra, u bo. Ana ligjore, Allahu ka thënë, e zani e tu vë zani, fe gjlidu kulle wahidim min huma mjete gjelde, wa la të khudhkum bihi ma rafetun fi dinillah, in kuntum tu'minune billahi wal jomil akhir, wal jeshhed adhabahuma taifetun min el mu'minin. Në suratun Nur në gjuzin 18, ka thënë Allahu Gjelle Gjelal në fillim të surës. Ajeti numër 2. Pra kështu, ai që ban zina, lavir po i thojnë, ku e di që ka pika së la gjun ka arë se di, sepse ka nërë pika mos, ai që ban zina, edhe është beqar pa martu, du të mi dhanë ati 100 shkopi, hoxha i katunit, muftia, imamja, ai dut, ai. A ban me pyt një sen, sepse në përmet pytjeve dhe shembove kalojnë punë shumë mirë, a kishe me dërzu gjallin tanë? Gjallin, a kishe me dërzu për dore drejt të veni, a gjallë, so gjafeni, hinja këti. Jo për këta, kjo zbanë kështu, këto punë nuk shkojnë kështu. Edhe asaj qikës, 100 shkopi, pa martu, edhe asaj 100 shkopi.
Pastaj të ditë me i ban kunor. Ligji i Allahut, ana ligjore në Kur'an. Të ditë me i ban kunor që të ban burrë e grua. Po thon pse kështu, pse këta di pastaj të ban kunor, masi kanë marrë kanë në shkopi pse të ban kunor këto? Ka thënë el khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat. Të mirët me të mirët, të pastërtit me të pastërtit, të ndytit me të ndytit. Kështu është rendi. Cila është më mirë tash? A të ndytit me të ndytit apo të ndytit me të pastërtit? Të nditit me të pastërit çka na doli kur u përzin të nditit me ato shka janë të pastër. Na ndodhi HIV-i. E para HIV-it na ka ndodhur gjëra sifilise, na ndodhi HIV-i, ma modern më imrami. Ju të mos e mendoni se HIV-i është i fundit. HIV-i është i pari, çka ka me ardhur këndej. HIV-i është i pari. HIV-i çka është HIV-i? HIV-i është ushtari i Allahut i dërguar në tokë. Aja është ushtar dënimi, aja është njeri, aja është ushtar me pendrek, aja ushtar me dajak, po s'pe shofi njerëzit. Vetë po japin statistika, po thojnë, edhe 10 vjet 35 milion do të vdesin prej kësaj smuje. Kështu po thojnë. Vetëm që të ngojmë në muhabet, ama bisedë. Pse kështu? Sepse njerëzit e kanë lënë rrugën e Allahut, janë marrë me rrugë të drejtit. Në rrugën e drejtit i ke rrugë të zanuna. Si i ke rrugë të zanuna? Si zihen ata? Që këtu zihen pra, s'ka ilaç. S'ka ilaç. Allahu ka thonë Kurani Kerim s'ka ilaç. Kështu ka thonë: "Wala taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Të mos ju afroni punës së ulët, sepse i ka rrugë të zantme. Kështu ka thonë. S'ka ilaç. Ai nuk ka thonë s'ka, Allahu nuk ka thonë s'ka aspirin. Në Kur'an s'ka kësi sende. Allahu nuk ka thonë a gjë s'ka panadol. Allahu nuk ka thonë a gjë s'ka ranital, ranitidin prej Bullgaria. Ai s'ka thonë kështu. Ai ka thonë wasa sabila, rrugë të janë të zanun të jetës pastaj, nëse ju keni lishu pe dhe keni marrë marifetin e huaj, si të jetohet pa të përzir, si të jetohet të përzir. Përzirja ka rast vetëm në një vend, përzirja është e mirë vetëm për mishporet. Vetëm atje është e mirë, pak prej kësaj, pak prej kësaj, pak prej kësaj, vetëm atje. Kurse në dhomë në jetë duhet me qenë të ndarë, në dhomë në jetën e përditshme duhet të jetë të ndarë, para ligjit të Allahu xhalla xhelalu të gjithë të mirë dhe të ndershëm që të jemi të pastër, të mos na ndodh neve ajo që po ju ndodh qerve. Kadal edhe neve po do më na ndodh, sepse na e kemi pëlqi që të emitojmë qertë në çdo lëvizje. E kemi pëlqi që të emitojmë qertë në çdo lëvizje. Emitimi është eliminimi i të mirës, zavendësimi i të mirës me atë që është më e keqe. Kjo është emitimi. Pra di shembuj të rëndomt kështu për çështjen e anës ligjore në Kur'anin e Kerim. Boshti i 4 në të cilin të flet Kur'ani i Kerimi është ana e shembujve. Ana e shembujve. 1/3 e Kur'ani i Kerimit është shembuj. 1/3. Pra 1/3 e Kur'ani i Kerimit është shumë ajete, dikon afër 2000 ajeteve mirën me anën e shembujve në Kur'ani i Kerim. Unë juve xhamati nderuar sot këtu nuk duhet ju tregoj shembujt e Kur'ani i Kerimit, por një nuk do ta lëm pa e cek një. Vetëm një nga shembujt. Do ta cek edhe ata duke e shkurtuar fort. Shembullin e fjalës së mirë pra. Vetëm një shembull. Çka është fjala e mirë? Allahu ka pru një varg ajetesh definicionin e fjalës së mirë. Të gjithë njerëzit anën shpirtërore në këtë botë nuk mund ta gëzojnë edhe ta disponojnë më së miri përveçse me fjalën e mirë. Kur vrahen më shumti? Prej kuj vrahen? A prej spatës a prej fjalës? Kur vrahesh më së shumti mrena? Më së shumti mrena vrahesh prej fjalës. Ka thonë gjirahatu sinani lahal tiamu wa ma yaltaimu ma jaraha lisanu. Çka më vrau Sinanin me spatë u shëru, ai kur më ka vra me fjalë hala po rrim renda. S'po heket. Ka thonë Allahu xhalla xhelaluhu bani kujdes çështja se fjalës së mirë. Fjala e mirë nuk mundot me u spjegu. Nuk mundot me u spjegu fjala e mirë. Unë muj me thonë deri në mëngjes tu fjala e mirë është e mirë. Kështu pra. Fjala e mirë është e mirë. Ai njëri e shpjegoi në xhami nderin e babës edhe nënës, edhe tha babës edhe nënës duhet më i bën nder, kështu e shpjegoi ai. Babës edhe nënës duhet më i bën nder. Tha e di pse duhet më i bën nder, pse babën e ki bab. A nënës duhet më i bën nder pse nënën e ki nën. Kështu e shpjegoi disi ai. Nuk kalojnë këtë punë kështu. Fjala e mirë është e mirë. Po fjala e mirë është e mirë, po një shembull afër ta shohim me ka krahasohet që ta dim që është e mirë, që të bëhet e kapshme. Ka thënë: Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fi as-sama. A keni dëshirë të dini me të vërtetë realisht fjalën e mirë? Ka thënë fjala e mirë është si ajo pema e mirë,
Ajo pemë e mirë është hurma, e pastaj do të mira mas asaj. Ajo hurma i ka rënjët me të vërtet thellë në tokë, ajo fjala e mirë i ka rënjët thellë në zemrën e besimtarit. Farruha fis sama. E pastaj ajo hurma e ka shtillën e drejtë, edhe ti duhet të jesh as i njeri, si i drejt duhet të jesh, shtillën e drejtë dhe të lartë që ti ketë degat nal, të mos i zën udhën kurkuj hurma me degat e veta. Sa më nal që të mos pengon kërkan. Kështu duhet të jetojsh në mesin e shoqërisë. Duhet të jetojsh krenar, nal që mos t'i zish udhën njerëzve, as me fjalë, as me punë, as me mur, as me stre, as me kerr, as me asgjë. Të gjithë prej teje ta kenë rrugën e hapur. Kështu pra. Fjala e mirë është kështu. Kur ta thush, zën vendin e vet, kur ta thush, ngritet lart si hurma, kur ta thush, ti ukulaha kullahin bi idhni rabbiha, edhe të jep hurma ushqimin e vet të ëmbël në çdo kohë dhe në çdo trend kohor atë amëlsir gjithë një njëjtë. A ka një njeri që i ka gjetë hurmës një behane, një kusur, një mangësi? Dënjëherë ka ndodhë dikush, të thonë, si shte e mirë si vjetë, kur s'ka ndodhë, as që ka me ndodhë. Kështu do t'jetë fjala e mirë. Prodhim i erës së mirë që të jetë gjithë një e mirë, të lish dhe ajo pastaj të banë, të shtohet, të banë, të hinë në popull, të banë, të vepron, të shti njerëzit në punë. Cëlla është ajo? Ajo që del nga zemra dhe arrin në zemër. Vetëm ajo fjalë mund të jetë e mirë. Ma yakhruju min al-qalbi yasilu ila al-qulub. Çka del prej zemra arrit në zemër. Wa ma yakhruju min al-lisani la yatajawazu al-adhan. Ai që del, ajo fjalë që del vetëm prej goje, tërë të veshi. Tërë të veshi njerëzve, ma andej nuk depërton. Ka thënë wa mathalu kalimatin khabithatin ka shajaratin khabithatin ijtathat min fawqi al-ardi ma laha min qarar. Me siguri se në sallë ka bujqi, edhe me siguri se janë kejt bujqi. Sepse në popullin tonë astronoma s'ka astronauta, s'ka kur sa kanë hanë për të na. Ja, mos çuditën. Unë kur po tham kur kush sa kanë prej neve në hanë, e kam lidh me thon diçka. Në librin e klasës 4 në Maqedoninë të shkollave shtetit, aty ka një njeri që i ka bën fotografi të librave. E ka emrin Ivan Aleksev. A Ivan Aleksevi ku e di ka pikabisht i Rusisë atje. Fotografit që i mësojnë fëmijët e tonë në shkollën fillore a gjenë të na janë të Ivan Aleksevit, ona e fotografive të librit të klasës 4. A i libri i klasës 4 i ka 4 fotografi shqip. Njeni ati në atë libër ashtu i ruj 6 dhenë me një argaç, ka plisë dhe xhamadana. Që a i fëmija jonë të mëson se ti këtu e ke boll. Njeni ati ashtu e livru një armë me një traktor, edhe mbi ta në libër kalon një aeroplan, ai pra me një dorë me traktorin me një dorë përshëndet ata 10.000 metra në lart atje. Çuditë që po din aja që me çu ballonin. Edhe ti e ke sa të dush në Ferguson, çka po don ti si të dish me çu traktorin? A ata që janë në fotografi në atë libër me fotografi me këmishë të shkurt, edhe ata që janë modern, ata janë në shalter të postës, janë në shalter të bankës, ja për skajt deti të razit dikon, ja janë në përdit dhe një punë shumë civilizuese me laps të hollë dhe me vizore, ose është një student të hinë në Universitetin e Teknikës dhe Teknologjisë, ata janë qera, ato s'janë tonë, kurse këta, tërë të traktori këta. Por ata e thash nasimi, këtu s'ka në hanë njërës. Pra bujqit këtë shembullin e fjallës së keqe mas mire e kuptojnë. Ka thënë, ka një therë në parara bëhat, e ka emnin thera e gomarit. Kështu e ka emnin thera e gomarit. Pamjen e ka. Ajo kur të del në pranverë, sa të dale prej toke, nis me i zgjaru degët. Në çdo vend ku i zgjaron degët ka një borç të therrave. Formë ngjyrën e ka pak sa të bardhë, derisa nuk thahet tërësisht, bëhet pak e madhe, mirë po kur të thahet, ajo e para thahet. E para thahet. Fjala keqe, ajo thahet e para. Kur të vinë ernat e marrin pinë tokë, prej në rrënje thejnë. Si ta marrin frima ata? Prej arës në arë, prej megjës në megjë, sepse së në qindrona janë shëlit, prej megjës në megjë, e therën megjë në megjë, ku ta nale frima me një vend. Kështu është fjala e keqe ka thonë Allahu xhalla xhelalu. E fol njeni prej neve, e pastaj e marrin qetri e merr qetri me vete. Ja dorëzon atij qetrit të thyme, ai qetri ja ban atij edhe më me therra. Therr, pastaj e njeri të del më sprami atje me një vend dikun, filoni kish dek, filoni kish ngjall, filoni kish bë këtë, filoni kish bë kur të del më sprami se kish bë, ot na falë se kishte bë. Pastaj çka del prej kësaj, 27 vjet njëri rri në burg, kur të del mas 27 viteve i thojnë, po të lishojmë të pafajshëm. Po ai njëri kështu ka thonë, po të lishojmë të pafajshëm, edhe i ke 15 milion mark
dam shpërblim që kenejt I pa fajshën në burg. A I tha, ishte I menqër, a I tha 15 milion mark dam shpërblim, tha I kam kabull, për I pranoj 15 vjet a më në Mijani të rinijës që ma keni humb, a I keni ato 15 vet me mi dhanë? Thanë jo, së më keni dhanë gjë, se më keni burgos në bazat e fjallës së keqe, në bazat e rrenave, në bazat e munafiklëkut, në bazat e tradhtis, në bazat e shpionimit, në bazat e të keqës, në bazat e dëshirës së keqe dhe fjallës së keqe. Më keni burgos, më keni marrë popullin në përkamp, më keni në përkamp një popull me vetë, 100 vjet më keni burgos, tash të hernes për s'ka zonë me të dogë, se s'kam pas faj. Pi atëherë s'kam pas faj. Pi në fillim, pi ditën e parë s'kam pas faj. As një herë s'kam pas faj. Sepse gruaja e cila ndezi zarmë në shtëpi, ajo ndezi zarmë, pa ka faj ajo. Gruaja, ajo ndezi zarmë në gjak, a ka faja? A ka dikush që I ka thonë gruas vetë mos një dajak që I ke ndezi zarmë në gjak, shpore? Më ke ndezi në shtëpi në ti me zjarë? Pa ajo ka ndezi zjarën me bë bukën. S'ka buk pa zjarë. Këtë zjarën e kemi ndezë, nuk kemi ndezë qëtër zjarë, na kemi ndezë zjarën e bukës, kemi ndezë zjarën me bo bukën, nas kemi ndezë zjarën me gjegë njerëz në ta, kurse ti atje në qosh, ti atje ke ndezë zjarën me gjegë popuj. Pra unë edhe ti kemi dalim, unë jam I fjallës e mirë, kurse ti je I fjallës e ligë, ti je I grupës e dit, I shembujve kuranor. Pra Allahu Gjelle Gjelalu në këtë libër flet për lëndën e besimit, flet për rregullimin e përditshmërisë tonë, ai flet për anën ligjore, ai flet për anën e shembujve dhe pjesa boshti I 5 ana historisë. Në Kurani Kerim, ndodhit e hershme, të cilët I tradhtun popujt, I shkatrun ato, I eliminun, I shtrembun, pra I vorrosën Allahu Gjelle Gjelalu kur të don të vdekurin me ngjall, ai ngjall në cilën mënyrë të don ai. Nëse e njeri, do ta ngjall njeriu në vdekur, sikur shka ngjall historinë e vdekur. Po jahudit e kanë vdek historinë e vërtet, e kanë ngjall Allahu në Kurani Kerim. Krishterët e kanë vdek historinë e vërtet, e kanë ngjall Allahu në Kurani Kerim. Ai ngjall të vdekurin. Shtremoje gjithë ditën, një ditë për I ditëve të del me shtremoje gjithë ditën, një ditë për I ditëve del e shtremta dhe tregohet vërteta origjinali e asaj. Mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa haluha tukhfa 'ala an-nasi tu'lami. Çka dush banu se je një ditë në del në shesh çfarë je. Çka dush marrov se je një ditë për ditëve del në shesh çfarë je. Del në shesh me siguri, kush e qet në shesh atë? E qet në shesh ai që të msheft aty zbulon, ai që ti të ka prunë prej hiçit, ai që krijon prej asgjash dhe ban diçka, ai diçkan që e ban asgjë. Faktikisht feja krishtere, krishterët edhe jehudët, ata nuk e kanë ndryshu, nuk kanë humb në besim përveçse për një gabim shumë të vogël, për një punë shumë të thjeshtë. Nuk kanë komplikuar. Krishterët, ata kanë deviju për një punë shumë të thjeshtë. Në mund tash me e thanë atë punën e thjeshtë. Edhe ata është mirë që të na ndëgjojnë. Ata është mirë që ta dinë. Unë kam pas dëshirë një herë që të foli në mesin e atyre në sallat ku janë vetëm krishterët që të ndëgjojnë ku e kanë humb ata. Për një send shumë të thjeshtë ju të dashurët e mi. Cili është ai send I thjeshtë? Ja kështu. Ata nuk kanë arrit me ditë dallimin krijues edhe lindës. Vetëm këtë mori fond u bë. Çka është krijues edhe çka është lindës? Ata kanë bë Isa alayhis salamin Zot. Ajo nëna e ka lind ata, ajo çka e ka lind ata nuk bëhet krijues, sepse lindsi dhe krijuesi kanë dallim. Krijuesi çka bën? Ai krijon prej hiçit ban diçka në shndron në hiç. Kjo është krijuesi. Kurse lindsi je ti, jam unë kam gjallë, ti ke gjallë, unë kam një bi, ti ke di bija. Por këto lindsit, këto shkojnë e vinë. Kurse ato I kanë përzi krijuesin me lindsit, vetëm këtë me mujt dikush me arterin vesh me avsqaru se ju këtë gabim e keni bë, mori fund, këtë sendët binë në vendin e vet. E mirë, ato aq të marrë janë që edhe këta me javë thonë se kuptojna, po du të mu këthi në librin e Allahu Gjelle Gjelalu me lezu një ajet të shkurt. Aja ajeti I shkurt në qëtë më nërë në brek të detit me pa që ka bëbadë në këtë dynjo. Ka thonë, fa idha dhukiru akhadhethumul izzetu bil ithëm. Kur t'javë spjegojsh të vërtetën edhe më te për I futin kamp në inatin. Kur t'ja thush të vërtetën a I thallohet andej, sepse dove duhet më javdhan, dove për më nxjerr për ju I duhet më ju thonë na dorë. Me I thonë ama dorën kujton që pi merr diçka. Kujton ti po I lip, na dorën po, ama dorën zor. Ato pra na dorën më njëherë, na dorën valen tarda ankel yahudu valen nasara.
Na dorën më njëherë po, ama bëma dorën jo. Kja është dallimi, ata duhet të japin dorën. Islami duhet kejt popujt në botë të japin dorën. Kurani Kerimit kejt popujt në botë duhet të japin dorën, sepse kja është libri i marifetit, kja është libri i diturisë. 6219 ajete. Në 850 vende a i ka therë me shku të shkolla. Në 850 ajete prej 6219 ka thirr me shku të shkolla. Ka thirr të shkoni të shkolla, jo të shkoni të shkolla do po do jo. Të shkoni të shkolla masovikisht. Kështu ka thënë, sepse ju muslimanët i keni vetëm 3 rrugë. Ju a doni me shpëtu? Ju i keni 3 rrugë. Këto 3 rrugë ju shpëtojnë juve. Një ka emnin rruga e besimit, një ka emnin rruga e arsimit, një ka emnin rruga e veprimit. Ju nëse i kombinoni këto, ju jeni ata që duhet të jeni. Nëse i theni këto 3 sende marut, ju s'jeni kurkushi. Shkollim pa besim, ju s'jeni kurkush me të vërtet. Shkollim pa besim. Njëni a shkollua që ka mësu majs brami se s'kishte zot. Prej kejt shkollës, formulën shka ka pru të shpia, s'kishte zot. Mirë, po ku e kishte mësu ke s'kishte zot? Në nëzvet i tha, mës të ndëgjëj ma që ke thanë ka zot prej sot. Tha birë, tha, ku e mësove këtë? Tha gjenë parti, thanë. Po s'ka zot se partia ka thanë. Para 50 viteve ki muhabeti, para 60 viteve, sa është muhabeti ri, para 60 viteve. Ma në fund, kur u krinë disa pun, një grue nga këto gra, boshnjake, shkoj në Mostar me një xhamia ka emnin Karagjozbek. Shkoj në xhaminë Karagjozbek në Mostar, veç hini në të mfalni. Ajo shkoj me një kish, ishte krishtere, shkoj me një kish. Sa shkoj u këthi, 50 veç shkon të ka 4 orë, pastaj kur u prej 90-ën, shkoj edhe u këthi më një herë. Zanatlite e njifshin shumë, janë alën udhën asaj. I thanë, oj ti zonja, thanë ti 40 vetë ke shku në kish, ka 4 orë risha që, qka u bo me ti në këtë javë, tash po shkon edhe po këthen më një herë. A, tha Sinovi, ne e mamista, atë komunista. E këshin mush qërë, thash ti, për para ishte lirë, thash ko isha risha ati me orë, shte e këshin mush qërë. Ku është tash ai që tha, s'ka zotë se në parti, thanë, ku janë ata? Të gjithë së bashku duhet të proponohen, shpejt të proponohen të kthehen në 5 boshtat e mëdha, në me të cilët sillet kjo botë, boshti 1 landa e besimit, boshti 2 përditshmëria, boshti 3 historia, boshti 4 ana ligjore dhe boshti 5 ana shembujve në Kur'anin e Kerim. Kur të kthehen këtu, do ta mësojnë pra, si ndërtohet populli me besim, si ndërtohet populli me mosim, si ndërtohet populli me arsim, si ndërtohet populli me veprim. Këtë këto e bajnë këtë popull të dashur. A ka dëshirë dënjeni prej popullit tonë që të shpëton, e aja është në punë. Të shpëton e aja është në punë. 3 rrugë. A ka dëshirë që është dikush nxënës apo student dhe ka dëshirë të jetë i shpëtuar, edhe ta ngrit popullin e vet, janë 3 rrugë. Ata që janë në pleq, ata që janë bujqi, edhe kanë punë në arët e veta, i kanë 3 rrugë të shpëtimit. Shtëpien, vendin e punës, xhamin. Këto janë 3 rrugë, 4 është humbje. Kush është në shkollë, është në fillore, është në të mesmën, është në studime. 3 rrugë i ka. Shtëpia, universiteti i xhamia. Shtëpia, universiteti i xhamia. Jashtë aktrive 3 rrugëve, duhet me dalë me xhetë. Duhet me dalë me xhetë si gjallin e Mexhetish. Mexhetish i ka pas 7 gjem. Njenin e ka qumë prej katunëve tona në shkup me morë bukë për sofrat e darkës. Në sabah, në mëngjes e ka qumë. Janë shtru sofrat e darkës një atësia i s'poj bjen bukë për shkupi. S'poj bjen. E ka pyet njëni, tha Mexhetish sa gjemi ki, i tha 7 i kam edhe një po m'du. Tha pse edhe një? Tha mos po ma gjonë, qatë qka kam qumë me pru bukë. Shtëpia, universiteti, xhamia. Shtëpia, vendi punës, xhamia. Këto janë rrugët e shpëtimit. Pra mësimi, besimi, numër 1, s'ka shkollë pa besim. Është mashtrim pra. Shkollë pa besim, barazi mashtrim. Mësimi, besimi, mësimi, veprimi. Nëse dojmë me të vërtet të dalim atje ku duhet. Nëse dojmë të dalim atje ku duhet. Shumë e kemi ndëgju prej gjemve tonë se na kemi met mrapa. Ashtë e vërtet na kemi met mrapa. Në ashtë e vërtet në fshatin 600 shtëpi timin halas ka akademik. E shka po dënë më mrapa ma? Në nuk kemi met mrapa pjative kalorsave të akademies, e kemi met në tokë. Në kemi met mrapa prej kejt botës, me botën luan, as bisht nuk kemi, as në bisht nuk kemi ven më ula që. Qa që kemi met mrapa? Ne kemi met mrapa prej pa arsimit, prej pa shkollimit, prej pa mundësive për të shkollu. Por tash, kush dënë me hefë së shpejti,
ka një mundësi. Ka një mundësi me i bën 4 hapa për 1, 4 hapa për 1, 4 hapa për 1. Si mund të bëhet ajo? Si mund të bëhet? Të shkohet në shkollë, të shkolla masovikisht, të gjithë në shkollë. Atje në shkollë besimin me vete, mësusin të besueshëm me vete, hoxha të shkolla. Hoxha të shkolla me çdo kusht, hoxhallarët duhet të thirrën me thirrje. Me thirrje edhe ata duke ju lut, eni nëse keni nder të popullit, eni në shkollë të jepni mësimet islame, mësimet e urta që të na bën nxënësit të urtë. Disende du m'ja thonë, të na bën nxënësit të urtë, du m'ja shpjegu disende. Njenin sentimin personal e njenin të një shoqit tjetër që unë se kam pa. Por të mos jellnomi me njëri tjetrin, sepse unë ja u them një fjalë. Pejgamberi ka thënë, të dashurët e mi, pejgamberi ka thënë, ka ta duni, thunja. Kështu ka thënë pejgamberi, ka ta doni, thunja. Wallahi, billahi, tallahi, në emrin e Allahut ju du. Për atë ja u them. Unë jam shumë i hapur për e para juve. Unë nuk jam i rezervuar para juve. S'kam këtu në tavolinë s'kam gjë. Këtë çka kam tavolinë sepse na jemi një popull, na jemi një brum, një dritë, na jemi një dritë, një kabull, na jemi një tel, na jemi një shteker, këtë, na jemi 200 lloj çëshit. Na jemi këtë 1000 volt. S'kemi më pak na. Për atë na ja them janë qetri që ta bajmë, ta dim me bajt dertin. Ka shku njeni te mektepi i hoxhës, mi ju ka dasht hoxha diçka. I bjen deraj, s'lëviz zan, këthen. Sa u largua që doli hoxha pi mektepit. Tha o ti, u këthi tha, hoxha tha ati je, tha po. Tha po i rash deras, tha, nuk u. O tha, unë kesh të falë, tha drejken. A fmit i kam, tha, jam ti mësu fmit, tha të katunit. Tha si tha fmit katunit, tha pos njeva kur gjo, tha ati janë në banka ullën kejt. Tha se unë isha të falë drejken e së në fola. Si me tha fmit e katunit edhe kur një shurën, tha su një asë një. Po tha me artë të shkolla jonë, tha një nër bank, një për mi bank, një në shpinta ti, tha. Tha kështu janë ta të shkolla. Hoxha i tha, ketë drejt, kështu i tha, ketë drejt, tha. Na të xhamia i mësojmë se e kanë babën njeri, rrinë si njeri. Ju e keni mësu se e kanë babën majmun, lëvizin si majmuna. Kështu tha, këto sende duhet të harron. Këto sende duhet të harron, mo, të mos i thot ma kushi fëmijës tonë, ka qenë ai majmuna i plake atje. Të mos i thot ma kur, sepse ai kur s'ka qenë majmun. Gjithmonë ka qenë njeri. Na jemi njeri i ndershëm, kemi ardhur prej të ndershmin në këtë botë. Khalaqakum min turabin, thumma khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Këtë kam kriju prej dheut dhe ka thënë unë të bana të gjallë. Fa nafakhtu fihi min ruhi. Unë e kam ba prej shpirtit tim. Allahu ka thënë pjesa e gjallënimit tim është në ti, o njeri, unë të kam baj gjallë. Kështu jeti, nuk i vëmë majmon. Pjesa tjetër, që thash unë do ta shpjegoj një rastin tim pra, në Gjermani kur i kam mësu fëmit. Atje kur i kam mësu fëmit për fe në xhami, ka ardhur një herë, kanë ardhur 2 persona në xhamin time. Ati më kanë thënë ato çka je tu bën këtu në podrom? I kam thënë po i mësoj fëmijët e popullit që po ju falë ative namazin. Po them pse po i mëson në tokë? Kështu më kanë thënë, pse po i mëson në tokë? Po them po i mësoj në tokë se s'kam banka, pra po i mësoj në tokë. Ka thënë atë bim na banka. Unë ju kam thënë atyre kush jeni ju më i spari, para se ju kush jeni? Ai më ka thënë unë jam burgamajsta. Unë jam kryetari i komunës, me gjithë sekretarin tim. Të qytetit Leverkusen, qytetit më të pastër në botë. Qyteti më i pastër në botë. Ati ku kam qenë unë imam. Qyteti i Bajerit. Ka thënë atë bion banka, kam thënë për 1 orë ka pru një kamion banka. Por kur i kanë pru ju të dashur të mi atë banka, kam pa në atë banka vizatime, që prej këtu mas 15 viteve po më ven marrë. Çfarë vizatime kam pa në ato banka? I kam thonë ati, mos i shtin mrena në xhami. Leja ti ndil, se do t'i ngjyrosi unë. Më ka thënë ai kryetari i komunës mos i ngjyros. Të pse? Tha nesër i ke ashtu që janë. Jo i kam thënë. Në mas 6 mujve me ardhi ke, si t'i ngjyrosi unë. Ka thënë unë vi, kam thënë eja, aje ka shtrujt në notesin e vetë ata, 180 ditë kur janë bë ka ardhur në xhami. 180 ditë kur janë bë ka ardhur në xhami, mas 6 mujve. I ka pa bankat. Sikur atë ditë që i kam ngjyros në oborrin e xhamisë. Pa një vit të vogël edhe të madhe në ta. Ai më tha, çka ju ke thënë fëmijëve që bankat kanë met kështu? Tash asgjë. Ju kam thënë harama me shkruajt në bankë.
Tha, as ban ti me ardhë të shkolla jonë me ju thonë edhe a gjara ma. E kam një pyetje për të pranishmit në sallë. Pyetje e cila më buron mbraj zemrës. Pyetje e cila më lëviz në përgjak. Pyetje e cila më ka kaplu trunin. Edhe ndjenjat shpirtnore. Aq sa i kam të ngritura. Mi ka kaplu emocionet e shpirtnore mrenda, ato fetare që i kam. Me i pyet parimin ton, ka janë e kas janë. A sa shvakti me ju ardhë ative fëmijëve me ju thonë se haram asha. Koha ka ardhë me ju thonë. Bile ka kalu. Me ardhë me ju thonë ative se haram asha. Haram është me hes qika jo në veshme në këtë mënirë. Ash haram, as ma pak as ma shumë, ash haram. Ash koha me pyt këta qikat e tona që po hecin kështu në këtë soj të veshës sa atyre. E pam këto kush kanë. Mas 20 vetëve shka del prej këtyre. Pra unë i thras ata. I thras ata të gjithë, që ta pysi njëna qetrën. Shoqja shoqën ta pyt, çka del prej neve. Mas 20 vetëve çka do tjetë, çka do del prej neve. Kush ka do të prodhojmë ne? Si do të nderojmë popullin tonë nëse ne kemi lishu kaq e pastaj ata prej neve, sa do të lishojnë andej, shka del prej këtyre pastaj, shka me trazu gjishin, ate që ka vdek, edhe me pa mesën e vetë, hapasës në rrugë, e me i treguaj qetri kjo në qika e gjallit tanë, a ka pas me besuaj se kështu e ka një qik të gjallit? S'ka pasaj me besu, pra aq e ke lanë gjishin mëri qika jeme, mëri motër e dashur, aq e ke lanë gjishin largë. Aq je largu prej gjakut, aq je largu prej nderit, aq je largu prej familjes tande, ke deviju pra, leje me timët. Ktheu, a je bie popullit po, ktheu pra, si dusht popullit tanë me i dalë haku, dusht i bajsh disa sende. Sendet që dusht i bajsh tijan, të shkosh në shkollë, të shkollohesh, të bash kuadër apo stafate, për pun apo stafate, pa ato punë apo stafate popullit nuk ngritet, pra të bash asi kuadri, për konkurencave, për konkurenca popujve qerë, për konkurenca të randa, të punëve të randa, që popuj qerë ka neste para. Këtu a i kemen me gjitha lajnë tanë për para, ti e bia jonë. E nëse ti shef andrë në shkallë të universitetit, nëse ti i spjegon andrat në shkallë të universitetit, neve na duket ndoshta se ti e në shkollë, por ti e jashtë shkollës. Edhe për gjemë vazhdojnë pra kjo. Edhe për ata vazhdojnë. Duhet të freskohemi, të him në binarin tonë. Binari jonë është binari marë. Binari jonë është binari mësimit edhe është i brumit, prej cilit brum, pak me hangër të nginë. Pak me hangër të nginë, sepse është tipi mirë. Pak me hangër të nginë. Të dashur të mi. 850 vende, vetëm arsimi i ka marrë në Kurani Kerim, vetëm mësimi 850 vende. Në 609 vende në Kurani Kerim, në 609 ajete, Allahu ka thirrë në besim. Fjallën iman pra, 609 herë ka cek Kurani Kerim. Pse ka cek Kurani Kerimi fjallën iman, fjallën besim 609 herë gjithsejt? Aje ka cek 609 herë gjithsejt që të afrohemi nga besimi me hapa të mdhaj, të mos vënohemi, të mos jemi mrapa atje. Aje ka cek kufrin, pra, i mos besimin 613 herë në Kurani Kerim. 613 herë që të largohemi me hapa të mdha prej ati, sepse është humner, është tuneli errët. Është tuneli errët. 613 herë, është numër shumë i madh që të përmendet në Kurani Kerim mos besimi. Që të largohemi sa më shpejt, të jesmi ati ku na thret Allahu xhalla xhelaluhu xhalla shanu. Të dashur të mi, të dashur prezent, ata që jeni materi, edhe jeni nëpër shkolla, rruga juve shpëtimit është shtëpia, shkolla, xhamia. Ju që jeni më të vjetër dhe mirëni me punë shtëpiake, rruga juve është e shpëtimit, shtëpia, vendi punës, xhamia. Edhe ju që jeni nëpër punat e zyrave, vazhdoni edhe për juve kjo. E për gjithshme a kejtë së bashku, neve na shpëtojnë 3 sende. 3 sende janë bazat e shpëtimit. Ata janë besimin e një Zot. Do më thonë, jo lloj besimi. Edhe budizmi është besim. Edhe ata besojnë me një fe njëri atje. Edhe ai brahmanizmi është besim. Edhe ai krishterizmi është besim. Edhe judizmi është besim. Këto janë besime. Allahu ka pranuar në Kur'anin e Kerim se janë besime, po ka thonë se janë të drejtë. Kështu ka thonë. Janë dine, fe janë, vëmë një të gajrë islami dinen, pra janë dine, por së janë të drejt. I drejt është vetëm një, ai që Allah e ka zbrit. Të drejt janë vetëm një grup, ata që e kanë pranu ate që e ka zbrit Zoti, ate që e ka zbrit Allah është islami. Ai na jemi të vetmit që ate që e ka zbrit Zoti, që e ka zbrit, ashtu na po e ruajmë. Por islami ka një behane të dashur të mi. Me këtë për mbylli pra pjesën e parë para se të pyetni diçka.
Islami e ka vetëm një behane. Një. A Islami s'ka behane, a s'ka kusur, a s'ka mangësi, vetëm një. Mangësia e Islamit jemi ne, xhamati i Islamit I sotëm, nu'ibul zamana wal aibu fina, walau nataqa az-zamanu lahajana. Na po në çbojmë të njëherë kohën atë këtë, në çmimit takon të na bjen neve, sepse me pas koha goj na kisha neve. Me pas koha goj, çka jemi tu I bën na? Ajo na kisha neve, më ka thënë një plak, o ti mëllekup, kështu më ka thënë një plak. E kam një gjallë për mall, kështu më ka thënë. E kam një gjallë, I ka 27 vjet, e ka një smundje. A ka mundësi që ti të intervenosh, sepse njerëzit mendojnë se mëllekupi edhe I shnosh ata të smundit kështu. Të smundit në spital. Ka thënë, a ke mundësi ti me intervenu të gjallë jam, se e kam për hasreti një. Ama e ka një belat të madhe, mujtë ti me më me ja heka ti, çka ka gjallë jote ti nëna eme? Ka thënë gjallë jam, e ka gjumin e ranë. Gjumin e ranë? O gjallarët a kanë këtë mundësi diçka? Me letu gjumin, me ba ma të letë. I kam thënë asaj nënës kështu. Kur po fqohet gjallëjet? Ka thënë po qohet ora di. Mas mes dite ora di, mas kohës e namazit të drekës. I kam thënë atëherë pra ti të më dëgjosh mua, unë do të shpjegoj ti një send, edhe gjallëja shnoshet më njëherë. Vetëm prej këtu, me valë, si ki. Unë jam aq I fort, kështu muj me shëru njerëzit prej këtu. Veç valët. Dhe do të shpjegoj një send, ti më dëgjoj gjalli shnoshet më njëherë. Gjallëjet, edhe unë e kemi gjumin barabar. As më të letë, as më transion si aj. Por te gjallëjet ka një problem. Ai qohet, ai keni pa do tash ora 12 dalin prej shtëpijet natës. Henes veshën do. Ora 12 veshën me dal. E tash ti, un pra ora 10 bi, ai ora 10 del. Ai deri në 6 po lun shesh besh, deri në 6 në mëngjes. Pak pa u çutja I ka ra, 8 saat gjumi ban deri në 2. Un kam ra në 10 jam çun 6. Edhe un 8 orë dhe ai 8. Ai e ndroi sunnetin e Allahut në tokë. Kjo I ndodhi atij. Ai ndroi rregullat e Allahut, se përndryshe ai 8 orë, unë 8 orë. Vendet ja kemi ndru. Un kam nej te vendi, ai ka ndru vendin. Hini një plak të gjem të vet, 3 gjem, ora 11 të ditës, 3 gjem, I pa ato 3 të flet, kishin luj shatë erin mëngjes. I pa të flet 11, ajo plaka tha, Allah, Allah, kështu tha plaka, nëna atyre tha, Allah, Allah. Rri me lam, e flim me dill. Kështu tha. Do më thonë me kësi lusteri, rri me lam, e flim me dill. E pastaj anko se të varfër, ne jemi fukara. Ne jemi fukara anko. E pastaj lip ndihma humanitare. Maqedonia 375.000 gjem të popullit tim në Maqedoni I ka qit në kokër shpinës me një lëvizje të imët. Me një lëvizje të imët. Mua s'ka mujt me maluja të loj. As që ka mundësi. Mua s'ka mujt me maluja të loj. As që ja jap rastin. Shansin se jap Maqedonies me lujt atë loj me mua. Me 375.000 gjem me ka lujt pa zhur miq. Çka ju ka bën atyre? Për t'i bën të papun. Çka ju ka bën? Ja ka dhënë ka 300 miliard në I thoj ma gje, ka 3.000 dinar ndihma sociale në mujt. Edhe ata I ka vun kejt kokër shpinës. Luj domina, fli dritën. Rri me llan, e fli me dill. Sepse 4 vllazër, ka 3.000 dinar. Kështu do 10.000, 12.000 dinar, 12.000 dinar, po na dalin. Po e ka përcejm. Po e ka përcejm. O, ju të dashur të mi, pasha Zotin që janë një. Nëse ju më shkon më bani mu e tabi që tu, deri ditën e Shinxherxhit ka mundësi me foli shpanal. Deri ditën e Shinxherxhit, edhe tash po mdukët hala, më ka arë zorë ndoshta me gjel faqin e argumente me matarana pak, që të flasim me argumente dhe matarana dhe mategjana pak. Po më vjen zorë për juve se si avdi nivelin pikumi anis. Jam gati tash me këthi prap qatë shka e kam thanë, me bë poezi, kejt komplet. Tash jam gati, më njerë, kejt fjallë shka e kam folë me shëndru në poezi. Në poezi të çuditshme. I ka, Allahu ma dha, ai ma ka dhënë. Unë I di një 500 numra telefonit për menç. Unë s'kam këtu numra, kur as në gjep fletore, kur në jetë, kush ma ka dhënë numrin ja di. Ma ka dhënë Zoti elhamdulillah, I kam rati në sesh dhe hala po I bi. Por, unë kam mundësi me juve. Me fol, tash me shëndru ketë në poezi. Si duni në poezi, busjashës në poezi vaj. Si të doni, ka doni më njerë, në poezi vaj, që t'ju baj me qakejve. Apo doni me të vërtesh që t'ju baj me qakejve. Të rëtloj vesh t'Allasin. O, ju të dashur, ju du në emrin e Allahut.
Mos i që ju dunë emrin e Allahut, unë vlerësoj kohën tuaj. Vlerësoj më në momentet kohën tuaj. Ma bani halal, nëse unë kam zgjat diçka më shumë se sa duhet edhe ju ka filluar më udhim koka, ma bani halal. Unë kam dëshirë që na prapë të takohemi. Të takohemi në ketë, të takohemi në salla qera, të takohemi në shtëpitë e Allahut. Porosia ime e fundit, çdo para se të bëhen pyetjet. Porosia ime e fundit. Nëse tribuna marrin këtu, të vini të gjithë. Nëse tribuna marrin në xhami, të shkoni atje në xhami të gjithë. Sepse ndonjëherë populli jon po thot kështu. Jo s'po thot, po na po e dim se po thot. Ku po ma ke tribuna? Në xhami apo? Ai, në xhami tash ti. Ka shtu shkuam, a janë edhe do punë aty. Çka janë edhe punë? Abdes me mor. Jo s'po shkoj pra. Pero sa aty do të më shkoj me abdes. Merr abdes, e shko atje. Hin në shtëpinë e Allahut. Hin këtu në këtë sallë. Edhe kjo është shtëpia e Allahut. Hin këtu, ku të thirrë fjala mirë atje hec. Ku të thirrë fjala mirë? Se na kemi shumë probleme. Me një ders në Slupçan kam thënë, a keni dëshirë me e pa me si njeriu që s'ka hin xhami kurr? Qish ngjan ai, qish është? Xhami mrenda masit hunxhet, jo si kam lënë mirë. Shkon ja ndron vendin atje, me një vend. Se këtu ndoshta si kam lënë mirë. Hala s'ka ardhur kurkush, këtej katuni asnjë njeri s'ka ardhur. Shkon ja ndron vendin. Kur të vjen në xhami, këtej qëllimi i xhamisë bosh. Këtej kurkush s'ka ardhur hala. Zbat shibe, ku ka më ullë kishti? Ku ka më ullë? A i thot dikush helbet shumë, se ka zonë vendin e dikuj. Edhe jetë një korë në kam të i pa ato lullet, atë s'ka hin kur. Se ka problem. Duhet të thënë nga populli jonë gjithë këta. Duhet të thënë të bëhemi të but, të bëhemi plumbat e xhamisë, të bëhemi plumbat e kubës të xhamisë, plumbat e minarës të xhamisë, e baft Allahu natë të pranueshme prej neve këtu. E baft Allahu fjalë të pranueshme. Inshallah, me izin e Allahut, dikun ndoshta ja kemi qellu. Mos e pas me qellu kejt. Inshallah dikun ja kemi qellu. Na jemi ata që marrim mësime prej ulemave dhe shokëve tonë. Kush na thot fjalën e vërtetë, ati jemi. Kush na thot fjalën fjalë që nuk pajtohet Allahu në te, na xhani larg prej asaj pune. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në emër të Zotit dhe në emër të Zotit. O më dha e kopë, Zotit ndihmoft se zarën e ke kënaqur. Kush dëshiron pyetje, le të bëjnë pyetje me letër, vetëm se na kanë ardhur dhe pyetjet e para. Thot alayhi salami, 4 fëmijë të posalindur kanë folur. Cilët janë ata fëmijë? Ata janë 3. Isa alayhi salam që kanë folë? Edhe ha? Ata fëmijë që kanë folë në xhep janë 3. Njëri është Xhurejxhi ka pas emrin, njëri është Isa alayhis salam, edhe njëri pa në Harune kush është. A ka dikush në sallë që din kush është i tretë? Ha? Ai që ishte te dera e Jusuf alayhis salamit, kur gruaja e mbretit e quajtur Aziz, i quajtur Aziz, i ka bën një thirrje jashtë shpinës së mbretit Jusufit deri në kaladh, i ka mbyll dyrët, e pastaj në dalin e dirve, atje është një fëmijë i cili dëshmon për pastërtinë e të ngriturit Allahu xhalla xhelaluhu Jusuf alayhis salamit. Këto janë këto 3 fëmijë që kanë folë në xhep. Pyetja në vazhdim është, kur të hyhet në xhami, a do të falen 2 rekate namaz? Nëse hin një xhami që nuk ke hin asnjëherë, duhet t'i falësh dire qatë namaz, emrin e ka namazi, përshëndetja e xhamisë. Kështu e ka tahiyatul masjid, përshëndetja e xhamisë. Është lejuar në Islam që në xhamin tënde që falësh gjithnjë, ti bëjsh këto për herë, është e lejuar, por në xhamin që hin para në herë, edhe kjo nuk është detyrim, por është sunnet i mirë i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ka thënë, nëse hin në një xhami herën e parë, edhe të kazon koha e farzit, ai farzi asaj kohe që e fal mas atij imami e plotson përshëndetjen e xhamisë. Pyetja në vazhdim është, pasi që shekulli 21 thirrët në modernizëm dhe sistem bashkëkohor i të arriturave ekonomike, teknologjike të kapitalizmit global, a
mund të jetë fundi i modernizimit për shkak të rrëmjes së kulturave, morale dhe padrejtësive ekonomike politike në botë? Dhe sa është bota njerëzore afër Islamit në këtë shekull? Pak sa pyetje e gat, me siguri se na do ta shkurtojmë sa në mërmenja neve se duhet të shkurtohet. Unë nuk do të flas këtu për globalizimin modern, sepse edhe nuk është në rend të mbledhjes së sotit. E keni në revista dhe në televizore, në lajmet e përditshme, në tryezat politike të përditshme, në gjuhë të ndryshme të sateliteve, të kanaleve satelitore të ndryshme, atje mundi me mësu çka po ndodh. Por sa i përket anës ekonomike, zhvillimit teknologjik dhe anës ekonomike, unë nuk jam pajtu hala se ana ekonomike ka gjetë një kulm. Nuk jam pajtu hala, sepse ndoshta 5% të mirave të Allahut në tokë janë të shfryzuara, 95% është e pashfryzuar keq ka falë Allahu xhalla xhelalu. A bën me të pyet një sen? Ajo kodra që e ke ti më afër shtëpisë tënde, çka ka brenda? Pra se di çka ka brenda. Hala njerëzit s'kan ditë me shfrytzu ara atyre veç bereqeteve ato shka i mellin, shka mundet me bëj që të sen hala. Hala këtë se din. Veç atyre që i mellin që 100 vjet në tanë që 200 vjet, shka mundet ajo me bën hala qetër, edhe këtë se din hala. Tash janë 6 miliard njerëz në botë, të dashur të mi, të jeni të bindur se kjo botë, këtë punë që e ban tash mbi tokë, 105 miliard njerëz mujnë me jetu në te, ma i varfër i atyre sa ma i pasur i sotit. 105 miliard njerëz ma i varfër i atyre sa ma i pasur i sotit. Vetëm me punën çka bëhet sot, edhe sot çka ka në arka dhe në tokë. Nëse më pyetni, si ajo pasuri është në durë të njerëzve, por s'po ndahet mirë. Ajo pasuri është në durë të njerëzve, por ajo s'po ndahet mirë. Problemi nuk është a ka s'ka, problemi është si po ndahet ajo. Ja unë po ju tham pra, në Kosovë, në Maqedoni, në Shqipëni, a që ku jetojmë na po flas, na ku jetojmë, ata që e folim na këtë gjuhë. Sa pare ndahan për ndërtimin e një xhamie në një qendër të një qytetit, më me nam të na, në qendër të qytetit. Sa ndahat? As mendim nuk dahat, jo pare. Sa ndahat për një sallë të këngëtarëve? Sa ndahat? Pastaj, si lihet edhe si begatohet xhamia masi të bëhet? Si bëhet një sallë e këngëtarëve masi të bëhet? Sa investohet në te? E pastaj, sa ka rrogën imami? Pastaj, sa i jepet një këngëtarit? A për shef, pasuri paska? Po ka po shkon ajo, si po ndahet, si po ndahet. Një këngëtare prej Kosove të na këndoi në këto darsmat e kësaj vere për 7.000 frank një mramje. Ajo këndoi të na për një darsëm 7.000 frank për një mramje. Një hoxh te populli i jonë shërben për 1 cent të një ditë një familjes. 1 cent i difenik, llogaritën e shtëpia. Të na është antarësia nuk manov 20 euro për familje. 20 euro për familje. Llogaritën sa i shërben një hoxh 600 shtëpi katunit në ditë. Për një fenik. Kështu shërben një hoxh. Sa i shërben pra një punëtor ati që e sell me shalicën. Te maltere ati. A i punon gjithë ditën për 10 euro. Gjithë ditën, 30 ditë 300 euro. 4 orë një këngëtar 7.000 frank. Pra, diçka s'po shkon, diçka s'është në rregull me jazët, me vijat, ka duhet të shkon pasuria dhe çka duhet të bën ajo. Ajo pasuri, çka duhet të bëjmë na me atë? Çka duhet të bëjmë? Kjo s'po shkon në rregull. A bën me pa një artist i cili ka incizuar një film, sa pare ju kanë dhënë atij për incizimin e një filmi? Sa pare i jepën atij? Sa pare shitet një njeri që luan futboll mirë sot? Më në fund ai çka luan? Çka luan ai më në fund? Ai luan më në fund futboll. Ato 22 vjet po luajnë atë futboll, njëri $100 milion, 100 milion euro. Pastaj ai gret dijave than kamën, ka thënë kamën gret dijave. Po xhajet kur se ka thënë kamën, ai dajman minore, zdrip hip. Ai s'po thën. Por as ban Niagara, as ban ujvarra Niagaras atje ku s'duhet. Janë lishu ujnë të mëdha atje ku s'duhet. Me të vërtetë s'ka nevojë. Kjo do të kthehen. Do të kthehen po të zgjat pak. Çka është kjo punë kështu? Çka është kjo punë kështu? Çka është kjo punë njëri të diskuton atje nëse keni lexuar në gazetë në kohët e fundit, një grua kryetarit Robert Mugabe, atje në Zimbabwe. $38.000 në ditë blen kostima dhe kundra. $38.000 në ditë ajo blen kostime edhe kundra për mu vesh në ditë. Gruaja e kryetarit Robert Mugabe.
$38.000 në ditë. 10 ditë $380.000, $1 milion në muaj dikun, ajo veshet. Gratë e popullit ati në Zimbabwe, gratë e popullit ati, jo kumpirat, raj të kumpirave s'kan me hangër. Pra janë parët në Zimbabwe, janë parët, ama ku janë? Në qëmëtën janë zgruhe. Ajo gruja me nam, ajo gruja. Ajo gruja e cila e hek një tesh prej trupit sot, edhe ate prej trupit të vetë, e hek një tesh të vogël, fort të vogël, e shet $200.000. Për ndërë të zotit, me i heku në që do këpullës të mija që i kam që 4 vjetë. Se i kam që... Sa mi blenë dikush atë në këta? Mi qitë në pazar, mi qitë. Sa pare i bëjnë këpullës të mija atë? Që këtë kravatë e kam lidhë pramë, taza. Atë po sa kishin me ma blenë njërëzit me qitë me qitë. Që dikuj për ja blenë një stesh të trupit shumë të vogël $200.000, $1 milion për ja blenë dikuj. Edhe le që për ja blenë dikuj, po ati dikuj që ka vdek, a bo dhe, a bo tuk. Nuk ashtë qeshtja se a ka pasuria s'ka, ashtë qeshtja shka po bëhat me te. Ekonomia ashtë në fillim të zhvillimit, ajo nuk ka mbaru, ashtë në fillim të zhvillimit. Ibrahimi a.s. sa her ka mund të vizitoj Haxherën nga Shami në Mekë dhe me çfarë mjeti? Ibrahim a.s. nuk ka udhëzuar nga Shami në Mekë. Aja është Irakli, ka lind në Irak. Për hijretin e parë, shpërnguljen e parë për Irakut e ka bën në Sham, prej Shamit në Palestinë, prej Palestinës në Kairo, prej Kairos në Mekë, prej Mekës në Kairo, edhe për s'ditë edhe një herë shkon në Mekë edhe jeton me familjen e vet. Pra prej Kairos në Mekë, jo prej Shamit në Mekë, edhe ata me deve, udhëtimi me deve. Çfarë është e mahfudhi dhe kur Allahu e zbriti Kur'anin në këtë shia? Unë kam thënë qish në fillim se këta as kohën se dim as mënirën. Ashtë në msheftësit e Allahu xhalla xhelalu. Kur mos ta dim, jemi shumë të mençur. Kur mundohemi me ditë, e shtim hunën ku se kemi punën. Rëndësia mjekrës, bartja saj, shqiptimi i fjalës amen, me zëtë ngritur pas fatjas, me imam atë nga ndihen. Amin? Po pas fjalës amen. Mjekra është një nga sunetet e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam asnjëherë në jetë nuk ka shru rrafsh. Si tash, asnjëherë. Ai ka pas berberin e vet. Berberi i ati në kohë pas kohe i ka hek edhe flokët e ati edhe mjekrën e ati, sepse edhe ati ju kanë rrit flokë si ne. Por ai te kufini vet i ndal. E thirr berberin e vet, edhe berberi i ati e rregullon atë, ja rregullon edhe mjekrën. Ai ka pas mjekrën më të madhe se temën. Unë që kam tash mjekrën, ai ka pas mjekrën më të madhe se temën. Jo më të madhe se temën me hamendje, por më të madhe se temën sigurisht. Sigurisht më të madhe, do me thonë me një mënyrë. Mjekra është sunet i dashur prej suneteve të forta të Muhammed Mustafas. Ku e dim se ajo është prej suneteve të forta, se veprën që e bani pejgamberi pa ndërpre është prej suneteve të forta. Është bukuria e mashkullit në Islam. Mjekra është pjesa zbukuruese e mashkullit, kurse pjesa zbukuruese e femnës është ashtu që ka falë Allahu. Runa zot, një gruas me i dal mjekra, runa zot. Runa zot. Runa zot. Allahu ka dashur kështu pra. Dallimi i gjinive të bëhet nëpërmjet këtyre hormoneve, të kësaj kategorie punësh kështu, të madhënisë së Allahu xhalla xhelalu. Burri zbukurohet me mjekër, kurse gruaja zbukurohet me atë që e ka falë Zoti ashtu. Sa i përket pjesës së ditë të pyetjes se nuk kam harru. Çështja e amin nas namazit. Ju e keni këtu me siguri? Po, e keni fjalën për çështjen e aminit në namaz me xhamat. Mas imamit. Po, mas imamit, domethënë mas ta krije elhamin. Shiqoni. Kejt ata gjem, kejt komplet ka janë. Ka janë në trojet tona, tëre mja pite i pari, tëre të imrami. Të gjithë është mirë me kaps shumë serios, se për ekzekutimin e fjales amin mas imamit nuk ka këtu nevoj. Sepse amin pa zan është po ashtu e rregullt sa amin me zan. Ne nuk themi kjo amin me zan nuk është në rregull.
Ne nuk e themi ata, sepse na e dim se është në rregull. Ne e dim, janë jemi të vetëdijshëm se është në rregull. Por kur them nuk ka nevojë, du më ju thon diçka të sinqert në emrin e Allahut. Kush e ka një diftes të shkollës fillore të shtëpia? Ai duhet me ditë se ajo diftesa ati mu në mes e ka një vull kur ka dalë ai prej shkollës. A keni qu dhe një herë të shkolla me i thonë drejtorit, më shaj edhe një. Këta zban me e bon, mo. Sepse ajo një vull e ka boll. Kush e ka një parë në xhep? Kush e ka një parë në xhep? Ajo parja e ati ka një diçka, një diçka këtu. A bën me çu këtë parën, më shonja edhe një kësi këtu. S'ka nevojë sepse një është boll. Këto sendet që janë të vërtetuara, s'ka nevojë me vërtetu diherë. S'ka nevojë me vërtetu diherë, sepse me një popull bëhet një lloj teshvishi, bëhet një lloj zhurme, në vend se të mirën me madhninë e namazit, për shembull, mirën me një send pak më të vogël. Në vend se të mirën me një send si ta rregullojmë besimin, mirën me një send më pak se besimi çka është. Këtë këto sende që janë lëvizje në namaz, që po folmi për amin edhe si kjo, nëse Islami është një pemë, këto sendet janë fletat asaj peme. Nuk ban më ndryshu mendimet, se këto janë fletat, nuk janë roja. Roja janë reqatët e namazit, roja janë rukuji i namazit, kijami i namazit, sejdët e namazit, leximi i Kuranit namaz, ulja e fundit në namaz. Këto janë raj, pa këto s'ka namaz pa këto. Kthimi ka këbla është raj, s'ka kuzimu, s'ka kuzimu ka Moskva mu fal. Do të më ukthi ka qabja mu fal, sepse është pej rranjve të namazit. Pastërtia në namaz është rranj, nuk bën mu fal, jo i pastër edhe vendi ku ke mu fal, edhe ai duhet të jetë i pastër edhe rrobat që i ke vesh, në të nëhon të i pastër. Po këto sende që janë më pak se rranj, këto që janë më pak se deg, na muslimanët tash mirë mos me humko. Këto janë çka janë më pak se deg, çka janë fleta, se janë do fleta në pemë, sa të bëhet një muin shinxhersh bin. Sa ti bëhen një muin shinxhersh do të zverdhen bin do. Nuk ban me kajt, hajde a vajtojmë tashti për këto pserar këto. S'ka me vajtu, karamo, u bitis. Këto nuk është mirë me humko. Është në rregull. Në haremin e Medinës po u fale, a që po tha imami wala dallin, 1 milion njerëz amin. Por ai që aty në xhami thot ka dalë amin, aty kurkush si gjuhët në çavë, pse s'pengren zonën ti? Kjo s'ka ndodhur kur. Pse ti s'pengren zonën? Sepse këtu jemi të lirë. Në këto vende, nëse popullata, këtë popullata thot, zhurmë be po bani, pse be po thoni, nuk duhet me thanë. Sepse popullata po thonë pse po bani zhurmë, thuni ka dalë, nuk duhet me ban vetëm pse po thonë populli po bani zhurmë. Nuk duhet me ban. 1000 vjet, jo po dikun afër 600 vetëve, ka një tertib i mësuar prej xhallarëve, prej ulemave, i vërtet, i mësuar se si falet namazi, është mirë atë qetësi mos me prish. Masi se është në rregull. Kejt shka sa në regull du të me ngrejt zonin. Kejt shka vërtetohë se sa në regull du të me ngrejt zonin. Unë më kanë pyet për këto kam thonë. Kështu është përgjigjja jonë. Ati ku spjegohet Kurani Kerimi, edhe nuk dilet prej qëllimeve të ati. Ati ku spjegohet hadisi, dhe nuk dilet prej qëllimeve të ati. Ati ku spjegohen shkollat juridike, dhe nuk dilet nga spjegimi se shka patën ato për qëllim. Ati ku spjegohen bazat islame nga këtë dokumentacioni islam i vlefshëm, ati jemi na. Si të dojnë pas ta që janë gjesin e emnin. Ati jemi na në kejtë shka është jashtë aksaj, ati s'na gjoni. Por, këto populli jonë shka falen, bojnë namaz, edhe ju do këtë amin, dishka si e te prume, hajde bajmë zhurmë, këto duhet edhe një pun të kenë në kujtes, pra. Këta të mos kujtojnë, se këto janë ato mas miri që i falen. Këto janë më të mirë edhe këto që i falen mos ka si namazi këtive, si namazi babës tem, për shembull, kur kush ndonjë falet si ajo, edhe këta kanë gabime në namaz, ato kanë gabime në abdes, me të zënë përvesh, me të çu të shadërvoni, me të thonë merr abdes, 70 gabime ti shaj aty. Të mor abdes. Po, është e vërtet, të mor abdes, sepse nuk kanë këto qertë të përsosshmit, e ative po ju thonë ju pse po bani këta. Këto nuk janë të përsosshmit. Kejt na kemi mësuar hala pra për dinin tonë. Kejt na së bashku për dinin tonë do të mësojmë hala më shumë dhe të ngritemi hala më shumë. Kejt së bashku. Me qenë se mesin tonë është edhe kryetari komunës tonë, përshëndesim zotëri Shajp Surdullin, ne vazhdojmë me pyetje, me qenë se është pyetje me pak komplimente, me fjalë të shkurta, si të lindi ideja me u bë hoxh, dhe thotë mos ishe bë hoxh, çfarë do të bësh?
Ku do të kisha shpenzu këtë aftësi që ta ka dhënë Zoti Xheleshanu. Unë edhe mos me pas qenë hoxh, kam pas qef më konë hoxh. Këtu të ju në Dardan, këtu në salë, mas saj pyetje, e kam një muhabet me javë thanë, po me të vërtet seriozisht kam frikë prej Allahut me ju spjegu 2 minuta diçka, se ndoshta m'del një sen në shesh ka se din kërkusha, se kam merak. Po si doni, po ja u them një 2 fjalë kështu. Unë jam I lindur me 1951. Me vitin 66 e kam kritat veçarën. Me vitin 75, mas 9 viteve kam shku për herën e parë shkollë mesme. Mas 9 viteve. Prej 8 veçarës 9 vite në bujqësi, e pastaj në shkollë të mesme. Por 9 vite I kam pas kamp në rënteme, krije në Sham. Kur do të shkoja që? Kështu, 9 vite të punu bujqësi të rëndë, kur do të shkoja që? Mas 9 viteve, inshallah Allahu nuk më merë për të madhe, sepse këtë sekret sefte juve për atërt për hirë të Zotit pja më shplej. Kur se di hiq? Baba jam ka shku në vorë, ai si ka kallzu kërkuj. Mu shkam ka ndodhë me ata si kam kallzu kërkuj. Sot inshallah Allahu s'na hub se vapi, sot juve për ju tregoj pra. Mas 9 viteve të mas 8 veçarës, këtu kam të agjement, si të mësoj për Islamin diçka, se e kam pas në gjak mrenda diturit rreth Islamit. I kam pas në gjak, më kanë lëviz prej mrenda. Edhe një ditë I kam thënë babës tem në mëngjes te kraveti ati për kame, për gishtin e kamës. Aja çu, rahmetullahi alej, sepse ai ka vdek. Aja çu ka thënë çka ke? I kam thënë ati, po më duhen ndë pare. Kështu I kam thënë. Unë si kam kallzu kërkuj për nash, thotë. Kërkuj si kam kallzu, janë shumë moti, që 30 vjet, po si kam kallzu kërkuj. Tha, çka po të duhen ato? Thash, po më duhen me shku në Austri. Dashta unë ta rrej babën tem se para gjë ndoshta thotë jo. E këtu në Austri, kur shkoja gjeti 6 muaj, pastaj preja qet shkoja gjeti, çoj letër preja gjë poshtë. Të mashtroj babën pak. Që të shkoj, ta gjoj udhën. Po ju tash ju ke di çka ju ka hinë në kokë tash. Pse ai mos me të lanë? Aja s'ka qenë besimtar I mira. Ai ka vdek 82 vjeçar, prej 7 vjeçar as një sunnet të namazit se kalon pa e fal kurr, as një sunnet të jetës së vet, të pejgamberit ton hiç. Një xhuz Kurani I Kerimi para sabajt, një mas sabajt, një ndrek, një në akşam derisa ka dek non stop. Ki ka qenë baba jam. Mirë, po ai ka thënë kështu. Se herë ka dalë në fush me shku me neve, ka thënë, "Mu kon, ti kishna pas 100 gjem." Dora më forte e punës ka vdek në atë terren kur ka vdek ai. Kejt e din. Kështu ka qenë puna. E unë kam qenë gjale ati shka I dur 100 gjem me qurë fush. Qish me shku në Sham? A I po I lip 100 na 5, unë do të shkoj të jesin 4. Pak e komplikume pak. Edhe kur I kam thonë të kraveti ati po mdu në dë pare, I kam thonë shkoj në Austri, bim hala ma shumë pare, kështu tha. Jo, tha. A I tha, u që kështu për gjuhë shumë, tha. Jo, tha. Ti mos shko në Austri. Thash, po ku të shkoj? Tha, shko në Sham, tha. Thash, Sham? Tha, shka të banja që? Tha, ti tha është mirë me shku me mësu për hoxh. Tha, po pse unë të shkoj, po I qëtëri 2 vjet para mu unë të shkoj. Jo, tha. Ti tha dush me shku për hoxh me mësu. Tha, është pare. A I më tha kështu, tha. Këtu nër muë, tha, kam një sanëk. A I sanëk e ala është baba më ka vdek. Tha, ta ngarkojnë shpinë, tha, si të shkoj isha që. Me ketë pare që ka I kam. O, thash, 500 mark kam I be. Mu qështu, a me 500 mark. Lebre sanëkin. A je qeli sanëkin mi dha 500 mark mu. E pastaj unë kam shku mas një mujt, a I ka tregu në anësteme një muhabet. I ka thanë në anësteme, edhe atë muhabet në nëjeme më ka tregu mua dhe ajo ka vdek rahmetullahi aleha. Tha, baba jëtë më ka thanë, kur e ke ngret ti për kame, a I pas ka qenë për nga merit të I thanë. Në ndër ati, pse ti s'po e lishon këta me shkuaj që ku përdojnë me shkuaj që 9 vjetë. Se aja është I registrume dhe është I pranum. Lishoj njërin në të shkoje. Në atë moment tha kim ka ngre për kame. Edhe kështu pra, ishte një send që unë e dua fort, e se e shpalos asët në Dardan para juve. Që 30 vjet ka ndodhë kjo, unë se kam shpalos. Kjo ka ndodhë me 11 tetor të vitit 1975. Inshallah, nuk ka shpaku, se vapi I asaj vepra të babës që e ka baj. A I ka baj punë të madhe. Kejt ate, po ja tham pra, ate që e posedojmë na me 5 vllazën, është vepër e dorës së babës tim.
Këta është ati. Në Kosovë është shumë aktuale klonimi. Kuj? Në Kosovë është shumë aktuale klonimi. Aha, u bon, istinsah. A lejohet ky në Islam dhe a vjen ky në kundërshtim me Kur'anin dhe ligjin e Allahut? Istinsah. Klonimi do ta lënë vet ata që e kanë nisë, sepse i ka rrugë të zanme. Ata që e kanë fillu, ata do ta lënë, do t'ikin prej kësaj. Do t'i ndodh si telefonin me fotografi para në vitin 1971. Telefonin me fotografi në 1971 ka pas me dalë në treg. Mirë po, ata thanë atëherë, a është e vërtet se keq ka po dojnë me folë edhe unë po du me i pa? Do se jam të më dashtë, ti do me më folë me mua, ma kusht ka thonë se edhe po du me të pa? Ti janë i fola ma me të pa, qëtër ma beta. Edhe kanë lanë. Kështu pra do ta lanë punën e kësaj teme. Vetë ata që e kanë nisë sepse i ka rrugë të zanuna. Ju e dini nëse e arrin dhe ju e dini rezultati i kësaj çka është. Me dalë këtë njerëzit njëjtë. Me dalë këtë njerëzit me një tabiat, me dalë këtë njerëzit me një ngjyrë, me dalë këtë njerëzit me një mendim, me dalë këtë njerëzit njëjtë të mëdhaj. A mundet kjo punë? Me marrë një qelis prej deles me bërë një njëri? A mundet kjo punë? Nuk mundet. Klonimin do ta lënë vet ato. Pra nuk është mirë me humb kohë, sepse ata do ta lënë prej kësaj s'ka kur gjë. Prej kësaj s'ka kur gjë. Do të zgaten 100 vjet, 200 vjet, mas 500 vjetëve s'ka kur gjë. Edhe një ta mësoni të gjithë. Klonimi nuk ka të bëjë, nuk ka të përbashkët me krijimin kur një send. Sepse duhet me marr këtë, edhe këtë me bën pak më të madhe. Pra materia është, qeliza është e çetërkuj. Nuk ka të bëjë me fillimin e krijimit diçka, s'ka të përbashkët. Të mos mendojë një djalë i cili ndoshta ka merr pak më mas me shkollimin a me ket, të thojë se ato po krijojnë një send tash, s'ka krijim. Është sikur me marr pak hekër edhe pak allumin me bën diçka të përbashkët. Nëse bëhet. Çka kanë bërë Ebu Bekri dhe Omer radiallahu anhu që ju ka garantuar xheneti Firdaus? Ato janë 10. Nuk janë vetëm këta di. Ata janë 10 që i ka përgëzuar Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam me xhennet. Ebu Bekri dhe Omer janë 2, por janë edhe 8 qerë. Pastaj ka qerë veç këtive 10-ve, dikun një nga një atje, që ju ka kallëzuar pejgamberi prej këtu. Për shembull, Bilalit i ka thonë kështu: "Ja Bilal, eja." Ka thonë: "Rëndoja Rasulullah." Ka thonë: "Kallëzom, çka po bën ti, që un po ti ni tije ato nallënët, zhurmën e nallënëve në xhennet. Çka po punon ti këtu në dunjë?" Ka thonë: "Ja Rasulullah, sa qerë." Jo, ka thonë: "Ti po bën diçka që s'po bën qerë që unë po ndigjoj ka po hestin në xhennet me nallënë." Ka thonë: "Ja Rasulullah, unë s'po bëj asgjë pi qerëve, por kur po marr abdes mu fal, po i fali 2 rekat që ka marr abdes. Tahiyatul wudu, pe përshëndes abdesin me 2 rekat namaz, unë atë punë pe baj." Pra në lënët në xhennet. Një grua ka qenë në Medinë e zez. Kanë thënë sahabët, kur kemi qenë në ulën, ajo ka qenë pak më e vogël se në kam. Ju i dini ato njerëz që nuk ju zhvillohet dora, nuk ju zhvillohet kama dhe trupi, jesin të vogël fort. Kështu ka qenë e gruaja, e ka fshin xhamin në Medinë. Këtë punë e ka bën, e ka fshin xhamin në Medinë. Një javë 10 ditë kalojnë pejgamberioni pit sahabët, ku është ajo gruaja që po e fshin xhamin? Kanë thënë: "Laqad matat ya Rasulullah." Ka thonë ajo gruaja ka vdek. Po ka thonë kur ka vdek ajo? Ka thonë ajo ka vdek një javë ka. Pse s'kallëzohet ju? Kanë thënë sahabët se ne kemi menduar se për këtë si grua e vogël dhe me kështu në kuptim nuk ka nevojë ne e krim, s'ka nevojë më angazhuhi e krim na këtë punë edhe kemi kri. Ka thënë ai, nuk ka ndal këtu. Ka thënë: "Kë e ka ajo gruaja vorrin." Bashkë me pejgamberin mas namaz të ikindjes, kanë shku te varreza Xhennetul Baqi, i kanë thënë: "Kja është vorri asaj gruas ja Rasulullah." Ka thënë: "Radhit në mrapa." Ato janë radhit, edhe ai ka fal xhenazën asaj gruas, namazin e xhenazës. Masi që e ka kri namazin e xhenazës mbi varrin e asaj, ju ka thënë shokëve edhe neve: "Inna hadhihi al-qubur muzlima, fa inna Allah munawwiruha bi salati laha." Tha këta varreza kanë qenë deri tash këtë në errësirë. Tash i kanë ndriçuar Zoti me namazin tim që ja kam fal kësaj. Pse çka ka bën ajo? Ajo e ka fshin xhamin. Ra'aytu hasanati ummati hatta al-qadhata yukhrijuha ar-rajulu min al-masjid. Ka thënë në Miraj i kam pas sevapët e ummetit tem, edhe sevapin e kranës së netlës kush e këpi xhamie ma kanë tregu. Thumma uridat alayya sayyi'atu ummati fama ra'aytu a'zama dhanbin min rajulin utiya ayatan fanasiyaha.
Ka thonë edhe mi kanë tregu pastaj gjunat umetit tem. S'kam pa gjuna më të madh burrave umetit tem edhe grave umetit tem që ju ndodh se njeni me pas dit një ajet në Kur'an e pastaj e ka harru. Kur jam qenë i vogël i kam ditë disure tash si di një e di veç. S'kam pa gjuna më të madh. Sa ka rëndësi mbulesa islame dhe ka gjuna me nej me ato pa mbulesë. Nuk pyetët sa ka rëndësi mbulesa, sepse ajo është urdhni i Allahut. Por urdhnat e Allahut vetëm i zbatojmë na. Ato pejgamberiu nuk ka urdhnuar mu mlu gratë. Mu mlu gratë ka urdhnuar Allahu xhalla xhelaluhu. Kush ka qef me pa urdhnin e Allahut në Kur'an, në suratul Nur, në xhuzin 18 dhe në suratul Ahzab në xhuzin 21. Në suratul Nur, qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa la yadribna bi khumurihinna. Në suratul Ahzab, wa la yadribna bi khumurihinna ala jubihin. Ya ayuha an-nabiy qul li nisaika wa banatika yudnina alayhinna min jalabibihin. Këta ajete në suratul Nur dhe në suratul Ahzab ti shifni atje ku urdhni Allahut prej Leuhi Mahfuzit prej qiellit 7 është që femnat të mbulohen. Pra nuk pyesim sa është me rëndësi. Pyesim sa është keq me hec shplut. Sa damba, sa është keq me pëlqen femnat tona të mbuluara, sepse mbulesën e femnave na i kanë paraqit pengesë. Ajo nuk është pengesë, ajo është mbrojtje. Nuk është pengesë, ne kanë paraqit pengesë, se pengesa duhet mi largu normal. Ajo sa është pengesë, ajo është mbrojtja e asaj, edhe është nderi i asaj, është nderi i familjes i burrit edhe i këtij umetit, femna e mlume. E kam një jaran, një vëllaç ato, një herë kemi pas fol një fe muhabeti, po çat muhabet unë po du me thon tash më publik këtu. Unë kam pas thonë një herë në Prishtinë. Prap po tham këtu. Jam pak i befasuar me vllaznit ton shqiptarët ka jemi. Jam i befasuar me vërtet. Nuk jam i befasuar për çetësen. Anën e logjikës ative jam i befasuar. Anën e logjikës. Edhe kam thënë kështu. Si mund ta studiosh një njeri i cili ka garazh në borë, edhe ka kerr. E shtin kerrin në garazh, edhe mbulon me cerat, gruan shplut. E tash unë shumë kohë jam mendu për këtë punë. Shumë kohë jam mendu për këtë punë. Kerrin me cerat. Edhe të mërthim poshtë. Kerrin me cerat, gruan shplut. Unë jam mendu shumë kohë. Si të dal me një formul, pse këtë ndodhë kjo kështu? Unë kerrin tem nuk e nderoj ma shumë se familjen time. Sepse me familjen time s'kam qef me mdoll ndeshja, me kerrës për ditë. Kerri është kalus, blejet e shitët, ai ka librez, gruja s'ka librez. Nuk ka librez. Kerri ka targa, gruja nuk ka targa. Kerri ndrohet me një njërin, ja ma ndrojnë kerrin sa po mja pist. Ndrohet me njërin, aja është shumë tesh e vogël, aja është barazim me kur gjo heq. A i drishkët, gruja eme e jotja nuk banë mu drishkë, a i drishkët, a i ti i bjen kerozia, pra a i blokën, i blokojnë klipat, kejti ndalën nuk hec ma. Pra, po ati i përzijet ullja me gjithë ujin, bashki po i banë ketë njajt, pastar e qëtë tim, a i banë helaqa, i thanë lisat, a i të mlodh me cerat, gruja të heth të rlijet shplut. Si mundët kështu? 100 euro kush i ka banë një gjep në rrip poshtë, që ti mos i humbin, aq shfell i ka fut, kur atut me i mbajnë gjep i ka qunë në bank, kur atut me i qunë në bank Kosovë i ka qunë në Zvicër. 100 euro i ka qunë në Zvicër. Pse? A jem ma sigurt. Po si mundët kështu pra, njeni ti qonë 100 euro në Zvicër që ti ketë më të sigurt, a kurse bijen e vetë, e ka shpalos ashtu që isha jo nuk është e sigurt. Si mundët? Edhe ajo duhet të palohet disi që të jetë e sigurt. Allahu mbulesën e prunin e Kur'anit Kerim për sigurinë e femnës pra, që të jetë ajo e sigurt. E kur është ajo e sigurt? Në di raste. Ajo e sigurt në di raste. Në di raste. Ato di raste janë shumë të logjikshme, shumë të qarta. Një rast është duhet të jetë mbulume, tjetra ajo duhet ta ketë burrin të kurorzuar, edhe ajo duhet të jetë këtu burri këtu. Në Evropë është kështu. Kja është burri. Kja është zotnia. Ja marrë gruas mantillin. Më vërtet, është nderi mirë, s'ka problem. Qita shqyqot. Ja marrë gruas mantillin nuk është defekt. Sepse në islam është ndryshe. Ka thonë cëlli burra më i mirë. Kështu ka thonë, cëlli burra më i mirë në këtë islamin tonë.
Ka thonë rajulun yarfa'u lukmatahu ila fihi imraati. Burri musliman I vërtet është ai I cili lug kafshatën edhe lugën e ngjellës së vet me dorën e vet I vë gruas në gojë. Kjo është burri në Islam. Mantilli Kurxha. Mantilli Kurxha kafshatën në gojën e gruas. Çka po doket ti gruaja? Çka po doket ajo? A dikush është ajo? Në Islam është zonja. Më kanë pyet njerëzit e faktorit ndërkombëtar, ata që vinë me peshë, me bisedu me ne, që të mëdhajt, më kanë thënë kështu ato. Si të bëjmë diçka te ju që gruaja të jetë barabartë me burrin? Kështu më kanë thënë ato. Çka të bëjmë diçka në popullin tuaj në Kosovë, në Shqipëri, në Maltëzi, në Greqi, në Maqedoni, që të bëhet gruaja barabartë me burrin sepse ka met mrapa. Unë kam thënë atyre kështu. Kush ju ka thënë juve se gruaja ka met mrapa te na? Burri me gruan në Islam I barabartë s'mundet me qenë kurr. Kurr asnjëherë. Si. Po s'mundet, sepse një gjalleri ka ardhur te pejgamberi ka thonë ja Rasulullah, men ahaqu bi husni sahabati. Kujt I baj më shumë nder pi do divesh ka I kam të shtëpia. Ka thonë nanës. Ka thonë e pastaj ka thonë nanës. Ka thonë e pastaj ka thonë nanës. Sa u bën? Ka thonë pastaj ja Rasulullah ka thonë babës. Sa u bën? Një. Babës një. Ti po do më bëj barabartë me gruan në Islam. Si ke më bëj barabartë me gruan? Vetëm me një rast mundesh me u bëj barabartë me gruan në Islam, edhe ata si të mëngoj çka të thomune me bë. Një guri 3 kg në bark. Me lidh mirë me një brez të fort, 9 muaj me bajt atë. Henez mëson ti se çka do të thonë femër në Islam. Henez në atë rast e mëson, me kusht. Edhe kjo sa rrihet, sepse ai guri duhet me livrit. Kur të bish me fleti ai duhet me livrit. Si fëmia në bark nanës. Ai lëviz ai vet. Nona tu flet, duhet buçu. Çfarë më bë? Duhet buçu sepse ai ka lëviz. E o ti duhet me ndodh kjo. A më ban këta? Ka të shkojsh në përfush një guri 3 kg. E ke pa baba sa I vogëla. Një ditë gjim s'dite, thot as ka më mund. Kush më ka lidhur këta? Bërë revolverin këtu. Se baj. E qita. Po pëkem me të vrap, 2 herë vrap. Se baj edhe sas. A ka thonë dhe një nën kështu? A ka thonë dhe një nën kështu? As njës ka thonë, pra së në bashi barabartë, se atë ka ngritë zoti fort. Së në bashi barabartë, ne jemi shumë largë. Mirë po, me ketë këto barabarë, kjo është zonja, kjo është zotriu. Për një shkak, sepse kjo duhet të rrinë në hijen e këti. Ki duhet t'i ban hije. Për rëtlumë kështu, ki del në dilë, se kjo me poshta. Ki del në dilë. Sa shmirë. Kjo ki duhet të mbronë atë, duhet të jetë çadra, duhet të jetë ambrella, duhet të jetë mbrojtësi, se I ka hije me qenë ati, ai zoti I shtëpisë, ai shumë punë e madhe, ai shtylla kryesore që e sel gurin e mullinit të shtëpisë. Kurse gruaja I ka hije me prit, çka po del prej gurit aty atë millin me marr me çute vendi. Po nuk ban me lën atë gruan me sel në emën të barabartësisë, ajo me sel grurin e mullinit.